Ja, nuk mendoj ashtu. Për shkak veprimeve të Albin Kurtit është pezullu. Nuk mendoj ashtu. Jo, ato janë pezullu. Për shkak janë pezullu. Këto janë çështje politike, jo, politike. Dëgjoj, këto janë çështje politike strategjike. Kosova është shumë stabile për momentin, edhe në aspektin e sigurisë, edhe në aspektin e zhvillimeve politike, pa marrë parasysh këto zgjedhje bëhen te na zgjedhjet janë të ndodhur për shkak se jemi shtet demokratik, sepse në shtetet që janë shtete demokratike s'ka zgjedhje ka 10 vjet hiç, ose edhe sa herë që ka mbi 80-90% fiton zgjedhjen. Kështu që është shumë normale në një shtet që është development country ose stabilitet, çfarë është stabile në këtë vend? Jo, më rrë institucionet që kemi jemi të funksionuna, është në rregull, shumë rregull është të shku po thëmë si shtet në zhvillim e sipër, i cili është e çka u të shku në rregull? Që pas këtij adresimit të Abdigjikut nëse nuk ka diçka konkrete bie që shkon sërish në zgjedhje. S'ka lidhje, ato